Sara Gjordeni dhe Bardhi kanë kurorzuar sërish dashurinë e tyre në martesë, por kësaj here sipas zakoneve të besimit musliman. Me një postim në platformën Instagram, Sara ka shpërndar një foto e mbuluar me një shami të bardhë, ku shkruan se është martuar me dashurinë e jetës së saj, sipas zakoneve. Jo, nuk jam mbuluar as konvertuar, thjesht sot u martova sipas zakoneve të tij me dashurinë e zemrës time prej grifshe, shkruan ajo. Çifti i famshëm e kanë celebruar dashurinë e tyre më 11 nëntor të 2024 dhe gjithashtu janë prindër të një vajze, e cila quhet Nea. Nga ana tjetër, raperi Bardhi ka shkruar këtë fjalë në postimin e tij në Instagram. Unë po prisem me padurim që kurorëzimi im me Sarën të bëhej në muajin e shenjtë Ramazanit dhe të ishte ditë e premte. Me ndihmën e Zotit më realizua dëshira, veç na u desh me prit një vit. Faleminderit Sara Gjordeni që patë durim një vit për këtë ditë të shenjtë për ne të dy, edhe që për ditën e sotme ju përshtatës zakoneve të fesë islame, e veç po du me thonë që shumë po t'ka hije, ishin fjalët e raperit Bardhi. Na duhet të themi se Sara Gjordenit po e shkon shumë kjo veshje.